Shqipëria është përballur prej muajit gusht deri në dhjetor, mbajeni mend këtë numër, është një numër shumë i lartë, 4,5 milion tentativa sulmesh kibernetike. Është vërtet një numër i lartë për një vend relativisht të vogël, i cili ndodhet përballë këtij shiu tendencash kibernetike. Por ajo e cila unë dua t'ju them është që nga gjitha ato tentativa dhe nga gjitha ato incidente, shumë pak ka pasur efekte. Sepse në radhë parë kemi arritur që të krijojmë një infrastrukturë njerëzore të mirë për të përballuar këto lloj tentativash dhe sulmesh. Në radhë parë, unë mund t'ju them që investimi më i madh është investimi në nivelin e njerëzve. Sot, për shembull, këtë event që ne po bëjmë është investimi më i madh për shkak sepse bazuar në rritjen e ndërgjegjësimit ne reduktojmë deri në 70% mundësinë për gabime njerëzore të cilët mund të shkaktojnë incidentet më pasme kibernetike në për infrastrukturat ku ju punoni, apo në për kompanitë, apo në për vetë telefonat cilët ju përdorni. Dhe kjo është tashmë e njohur. Sa herë që ne flasim për të menaxhuar incidentin, gjëja e parë cilën ne mendojmë është si të rrisim vigjilencën. Dhe vigjilenca do thotë si të rrisim radh parë atë që quhet ndërgjegjësim. Më pas vin ushtria e ekspertëve, të cilët trajnohen për të përballuar dhe të menaxhuar incidentet. Shqipëria, si thash, ka përballuar këtë vit 48 incidente kibernetike.